Shumica menojnë që njerëz që merren me spiritualitet, njerëz që merren me psiqik, janë larg prej Zotit, prej raportit me Zotin, me Krijuesin. Pyetja jam është, çfarë raporti keni ju me Krijuesin, me Zotin? Jo, unë mendoj që Krijuesi ekziston, pavarësisht qysh njerëz e quajnë. E quajnë Zot, Allah, Perëndi. Buddha, Perëndia, Univerza. Unë mendoj që na jemi pjesë e tij. Unë mendoj Zotin sikur një oqean i madh që ka shumë energji, dhe nëse e mushim një gotë edhe qesëm breg të oqeanit, na jemi, çka është ajo në atë gotë? Pjesë e Zotit, po na jem pjesë më e vogël e Zotit. Zoti neve ne ka dhënë dhuntin më të madhe. Cila është dhuntia më e madhe? Është që na jemi krijues. Vetëm me qenie që ekzistojmë, jemi krijues. Edhe këtë dhuntin e ka dhënë Zoti. Prandaj na jemi pjesë e Zotit. Kështu që unë mendoj që universi është pikrisht s'ka infinit. Edhe na nëse dojmë mujmë me mbërri infinitin tonë. Por krejt varet sa besojmë që jemi pjesë e Zotit. Unë nuk jam fetar, nuk jam mirë, po mendoj që Zoti është shumë i pranishëm në jetën tonë. Dhe na jemi pjesë e Zotit. Zoti na ka bot plot neve. Neve s'na mungon asgjë. Do me thonë, kur e ndim që na jemi të plot, atëhere nuk kemi nevojë mu shqetësua për gjëra tjera. Se cili jemi në vendin e vetë. 8 miliard njerëz, 9 miliard njerëz në botë janë, asnjë nuk është identik. Pse? Sepse kjo e plotëson këtë laramani edhe këtë bukuri të botës. Fatmirësisht ne do të mësua në dallime. Dhe mendoj që dallimi është vlerë, dhe nëse e pranojmë dallimin, atëherë ne do të kemi një jetë shumë më të mirë. Besoj që jeta e çdo njeriu është aq sa i duhet këtij universi. Unë besoj që vdekja nuk është fundi, dhe besoj që edhe në traditën tonë, populli thot dha shpirt, e la shpirti, shpirti pendi shpirtin e tij. Edhe në traditën tonë thuan këto. Unë mendoj që na këtij universi veç i ndihmojmë në formë tjetër. Do me thonën, ka mbyllet një cikël dhe vazhdon një cikël tjetër, dhe krejt jemi në shërbim të Zotit ose në shërbim të